Kosova festoi sot 18 vjetorin e pavarësisë. Në agjendën e ngjeshur vlen të theksohet parada e forcave të sigurisë dhe policisë së Kosovës, duke kaluar në rrugët kryesore pranë obeliskut Newborn, simboli shpalljes së shtetësisë në vitin 2008. Presidenti Vjosa Osmani, komandante supreme e FSK-s, mbajti fjalim ku lidhi për vjetorin me historinë dhe sakrificën e luftëtarëve të UÇK-s, duke vënë theksin tek monumenti heroinat për gratë e dhunuara gjatë luftës 98-99. Ajo theksoi se liria e Kosovës ka çmim të lartë dhe se drejtësia për viktimat mbetet detyrë e përhershme e shtetit. Ndërkohë, në fjalën e tij në paradën ushtarake në Prishtinë, kreu i qeverisë Albin Kurti i bëri të qartë të gjithëve se Kosova nuk i mbyll syt përpara padrejtësive. Në agjendën e ngjeshur me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës morën pjesë krerët më të lartë të shtetit në Prishtinë e Tiranë. Kjo e fundit përfaqësohej me presidentin Bajram Begaj dhe kryeparlamentarin Niko Peleshi, të cilët përcollën mesazhe të rëndësishme në këtë ditë të shënuar. Nga ana tjetër, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpos letrës së presidentit Trump përcollën një tjetër mesazh të fortë përmes sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio me premtimin për mbështetje për sovranitetin e Kosovës. Ndërkohë, në këtë ditë të shënuar, mijëra qytetarë nga Kosova dhe të gjitha trevat shqipfolse u mblodhën në Prishtinë për t'i dhënë mbështetje i shkrerëve të UÇK-s në Hag. Marshuesit brorisnin UÇK në tubimin drejtësi o politik, ku merrnin pjesë presidenti Vjosa Osmani, zyrtar nga Kosova e Shqipëria. Në fjalimet e tyre, ata theksuan se UÇK-ja simbolizon sakrificën dhe themelin e lirisë së Kosovës, ndërsa thirrjet për drejtësi nuk ishin kundër askujt, por për dinjitetin kolektiv. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në prezantimin e drejtorit të ri të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Akshe, Igli Tafa, duke u bërë thirrje punonjësve të qëndrojnë të fortë përballë sfidave aktuale. Rama u ndalte situata që lidhet me drejtësinë, që prek direkt Akshin, duke thënë se ajo ka krijuar mjegull ku sipas tij përpiqen të përfitojnë aktorë të ndryshëm. Ai kërkoi solidaritet dhe këmbgulje nga stafi, duke theksuar se vështirësitë i forcojnë institucionet. Kreu i qeverisë u shpreh optimist për të ardhmen dhe nënvizoi se do të vijojnë përpjekjet për avancim teknologjik, veçanërisht në fushën e inteligjencës artificiale. Prezantimi i drejtorit të ri vjen në një kohë kur Akshi është në fokus të hetimeve të SPAK, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi çështjen që është ende nën hetim, dhe ku aktualisht me masa sigurie janë disa persona e disa të tjerë në kërkim. E ngarkuara me punë e SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn zhvilloi sot një takim në kuvend me kryeparlamentarin Niko Peleshi, ndërsa më pas u takua me kreun e grupit parlamentar socialist Oland Balla. Takimet vijnë pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku propozua ndryshimi i nenit 242 të kodit të procedurës penale. Socialistët me në krye Edi Ramën synojnë të heqin të drejtën e gjykatave për të pezulluar nga detyra zyrtar të lartë si kryeministri, ministrat apo presidenti. Propozimi vjen pasi gjykata kushtetuese rrëzoi për mungesë kuorumi pretendime të Ramës lidhur me pezullimin e Belinda Ballukut. Gjykata kushtetuese vendosi pasditën e sotme të pranojë pjesërisht kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për rritjen e pagave të këtyre të fundit, duke gjetur një zgjidhje që duket se e kënaq të dyja palët. Ankimimi lidhet me ndryshimet ligjore të vitit 2023, kur paga baze magjistratëve u përcaktua si 36% e pagës së presidentit të Republikës, rreth 153.000 lekë. Më parë, referenca për llogaritjen e pagave ishte paga e drejtorit të departamentit në kryeministri, e cila atëherë ishte 132.100 lekë. Gjyqtarët argumentuan se ndryshimi, edhe pse solli një nominale mbi 20.000 lekë, në praktik solli një ulje relative të standardit të tyre financiar. Arsyeja është se gjatë së njëjtës periudhë qeveria rriti pagat në administratën publike, duke e çuar pagën e drejtorit të departamentit në 231.000 lekë. Nëse referenca do të kishte mbetur e njëjtë, paga e gjyqtarëve do të kishte qenë rreth 78.000 lekë më e lartë. Për të korrigjuar këtë, gjyqtarët kërkuan shfuqizimin e ndryshimeve të vitit 2023 ose përcaktimin e një formule të re që do të bazohej në 54.3% të pagës së presidentit dhe që do të pasqyronte automatikisht çdo rritje të përgjithshme të pagave në administratën publike. Vendimi i sotëm i kushtetueses përfaqëson një kompromis, duke reflektuar shqetësimet e gjyqtarëve për uljen e standardit financiar dhe duke ruajtur një bazë ligjore për pagat e tyre, duke shmangur tensionet me qeverinë dhe duke ofruar një model më të drejtë për llogaritje së pagave për magjistratët. Në vendimin e ditës së sotme, gjykata kushtetuese konkludon se pretendimet e ngritura janë të bazuara dhe kështu i hapet rruga e rishikimit të formulës aktuale të përllogaritisë së pagave. Kështu kushtetuesja i lë detyrë Kuvendit të Shqipërisë që të bëjë ndërhyrjet e nevojshme ligjore për të reflektuar konstatimet e saj.
Nuk kanë fund skandalet me sigurinë ushqimore në këtë vend. Dega e doganës Durrës ka bllokuar plot 7650 kg miell të skaduar gjatë një kontrolli në ambientet e një subjekti të autorizuar për regjimin e përpunimit aktiv. Sipas njoftimit u konstatuan 2500 kg miell orizi me afat përdorimi 1 prill 2025 dhe 5150 kg miell për pica me afat 7 prill 2025, të cilat rezultonin jashtë afatit të lejuar. Procedurat janë nisur në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit deri në asgjësimin e mallit. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave theksoi angazhimin për zbatimin e ligjit dhe u bëri thirrje operatorëve të respektojnë rregullat për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Banorët e fshatit Baksrioll në Shkodër po protestojnë prej 2 javësh për një konflikt pronësie, duke pretenduar se mbi 80 familje rrezikojnë të humbasin tokat e trashëguara pas një vendimi që njeh si pronar Fatmir Shpëzën. Ata kundërshtojnë ndërtimin e resortit nga biznesmeni Bashkimulaj pa marrëveshje kompensimi. Përfaqësues të banorëve akuzojnë institucionet për zvarritje të çështjes dhe paralajmërojnë për shkallëzim protestash deri në grevurie para Spakut. Ata i bëjnë thirrje prokurorisë së Shkodrës dhe gjykatës së apelit administrativ të japin një sigurim pa dije për pezullimin e deri në shqyrtimin përfundimtar të pronësisë. Ndërkohë deri tani nuk ka reagim zyrtar nga pala e përmendur as nga institucionet e drejtësisë. SPA kërkon 1 vit e 6 muaj burg për kryebashkiaken e Roskovecit Majlinda Bufi, e akuzuar për përdorim të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi reduktohet në 1 vit burg. Prokuroria ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit dhe vendosjen e saj në shërbim prove për 2 vite, si edhe heqjen e funksioneve publike për 5 vite. Vendimi përfundimtar i takon gjykatës. Sipas SPA-kut, hetimi nisi pas kallëzimeve dhe bazohet në përgjime ku Bufi dyshohet se ka ushtruar presion ndaj një qytetari përfituesi një programi social të bashkisë që të mos votonte në zgjedhjet vendore të 14 majit 2023. Pretendohet se ajo i ka kërkuar atij edhe familjes së tij të mos merrnin pjesë në votime, duke i përmendur problemet me ndërtimin dhe dokumentacionin e pronës. Gjykata e posaçme dënoi me burg Gazmend dhe Kalosh Peposhin për blerje votash në zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Kukës. Gazmend Peposhi u dënua me 1.9 vite burg, që për shkak të gjykimit të shkurtuar ulet në 1.2 vite. Kalosh Peposhi mori 1.7 vite të reduktuara në 1.1, dënim që e ka shlyer përmes paraburgimit. Sipas SPA, ata bashkëpunuan për të siguruar vota në ujë misht kundrejt pagesave në mbështetje të Partisë Social-Demokrate të drejtuar nga Tom Doshi. Hetimi u mbështet në përgjime dhe vëzhgime. Gjatë arrestimit të Kalosh Peposhit u sekuestruan para celulare dhe automjet. Gjykata belge dënon me 25 vite burg Franz Çopjan, i akuzuar si porositës i vrasjes së Ardit Spahiut dhe për drejtim të një organizate kriminale. Prokuroria kishte kërkuar burgim të përjetshëm, ndërsa nuk dihet ende nëse vendimi do të apelohet. Për të njëjtën çështje, Mikael Qosja dhe Flobenc Meçja u dënuan me burgim të përjetshëm, ndërsa Elton Roci mori 20 vite burg, Elvis Murataj 8 vite dhe Elio Bitri 5 vite. Ky i fundit si dëshmitar i penduar. Vrasja ndodhi më 27 nëntor 2020 në Molenbeek, ku Spahiu u qellua për vdekje. Hetimet morën kthes pas zbërthimit të platformës Sky ECC, ndërsa Çopja u ekstradua nga Emiratet e Bashkuara Arabe në dhjetor 2023. Analiza e televizionit zviceran SRF e paraqet anëtarësimin e Shqipërisë në të ashtu quajturin Bordi i Paqes si një lëvizje kryesisht me objektiv politik, jo thjesht diplomatik. Sipas korrespondentit Peter Balzi, ky vendim lidhet me përpjekjet e kryeministrit Edi Rama për t'u afruar me presidentin amerikan Donald Trump, duke rikonsoliduar marrëdhëniet pas episodeve të mëparshme të sikletshme publike si nga tresa e Shqipërisë me Armeninë në një deklaratë të Trumpit. Bordi i Paqes u prezantua nga Trump në Davos në janar dhe përfshin vende të Ballkanit si Shqipëria, Kosova dhe Bullgaria. Analiza thekson motivet e ndryshme për secilin vend. Shqipëria kërkon afrimin politik dhe përfitime ekonomike, duke përfshirë interesat e projektit turistik luksoz të Jared Kushner dhe Ivanka Trump në ishullin e Sazanit. Kosova shikon në këtë organizat një mundësi për të marrë trajtim të barabartë me shtetet e tjera përkundër pengesave të Serbisë në OKB dhe për të përforcuar mbështetjen amerikane, e cila ishte vendimtare për themelimin e shtetit pas vitit 99. Bullgaria kërkon mbështetjen ndaj sanksioneve amerikane ndaj rafinerisë Lukoil dhe për të mbrojtur interesat e oligarkut Delian Pevski, si dhe për të siguruar furnizimin e karburantit. SRF e sheh këtë anëtarësim si një lëvizje strategjike për të forcuar lidhjet politike dhe diplomatike me SBA, duke u shfrytzuar nga Ballkani për përfitime politike dhe ekonomike.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan pritet të mos marrë pjesë në samitin e parë të Bordit të Paqes për Gazën më 19 shkurt në Washington. Turqia do të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Hakan Fidan. Bordi i Paqes për Gazën, i iniciuar nga Donald Trump, përfshin 24 vende dhe synon të mbikëqyrë ndërtimin dhe qeverisjen kalimtare të Gazës pas luftës. Takimi përkon me nisjen e muajit të Ramazanit. Fidan është pjesë e bordit ekzekutiv dhe më 22 janar firmosi kartën themeluese në Davos, ndërsa Erdogan mungoi edhe në atë ceremoni. Donald Trump deklaroi se do të jetë i përfshirë indirekt në bisedimet mes SBA-ve dhe Iranit që nisin në Gjenevë, duke shprehur bindjen se Teherani kërkon një marrëveshje për programin bërthamor. Raundi i dytë i negociatave i ndërmjetësuar nga Omani pritet të fokusohet te programi bërthamor dhe lehtësimi i sanksioneve. Trump paralajmëroi për pasoja nëse nuk arrihet marrëveshje, duke përmendur bombardimet e mëparshme me avion B-2 ndaj objekteve bërthamore iraniane. Ndërkohë SBA ka arritur praninë ushtarake në rajon, përfshirë dërgimin e anijes luftarake USS Gerald Ford. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araki tha se synon një marrëveshje të drejtë, por jo në kërcënime. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio e cilësoi arritjen e marrëveshjes si të mundshme, por shumë të vështirë. Paraditën e hënës, Armand Duka uri zgjodh presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit gjatë asamblesë së përgjithshme zgjedhore, duke siguruar një mandat të ri në drejtimin e futbollit shqiptar. Procesi i votimit u zhvillua nga organi më i lartë vendimarrës i FSHF-s, ku anëtarët vendosën për vijimin e mandatit të 7 të Dukës. Ndërkohë që duhet theksuar se ky fundit ishte parival në këtë proces. Pas zgjedhjes, presidenti i FIFA-s Gianni Infantino i ka dërguar një telegram urimi Dukës dhe anëtarëve të komitetit ekzekutiv, duke uruar sukses në mandatin e ri.